Kolla e thatë është një lloj kolle pa sekrecione, mukus, që shpesh shkaktohet nga acarimi i rrugëve të frymëmarrjes, infeksionet virale, alergjitë, ajri i thatë, refluksi acid apo ndonjë sëmundje më e rëndë si astma apo bronkiti kronik. Për ta trajtuar në mënyrë natyrale, mund të përdoren një sër bimësh medicinale që ndihmojnë në qetësimin e fytit, reduktimin e acarimit dhe forcimin e sistemit imunitar. Më poshtë është një listë e detajuar e bimëve dhe metodave natyrale për trajtimin e kollës së thatë. 1. Mjalt dhe limon. Si ndihmon, mjalti ka veti antibakteriale, antiinflamatore dhe qetësuese për fytin, ndërsa limoni është i pasur me vitaminë C dhe ndihmon në forcimin e imunitetit. Përdorimi: përzije një lugë gjelle mjalt me lëngun e gjysmës së një limoni dhe pi këtë përzierje 2-3 herë në ditë. 2. Çaji i xhenxhefilit. Si ndihmon, xhenxhefili ka veti antiinflamatore dhe qetëson irritimin e fytit. Përdorimi: prit disa feta xhenxhefil të freskët dhe zjeji në ujë për 10 minuta. Pasi të jetë ftohur pak, shto mjalt dhe limon. Pije këtë çaj 2-3 herë në ditë. 3. Qumësht me shafran indie. Si ndihmon, shafrani i indis ka veti të fuqishme antiinflamatore dhe ndihmon në lehtësimin e kollës. Përdorimi: përzije një lugë çaji pluhur shafran indie në një gotë qumësht të ngrohtë. Pi këtë përzierje para gjumit për një efekt më të mirë. 4. Çaji i kamomilit. Si ndihmon, kamomili është i njohur për efektin e tij qetësues dhe antiinflamator, duke ndihmuar në relaksimin e rrugëve të frymëmarrjes. Përdorimi: përgatit një filxhan çaj kamomili dhe pi para gjumit për të reduktuar kollën e natës. 5. Çaji i lulkuqes, papave rhojas. Si ndihmon, lulkuqja ka veti qetësuese dhe ndihmon në reduktimin e kollës së thatë dhe irritimit të fytit. Përdorimi: përgatit çajin duke zier petalet e lulkuqes në ujë të nxehtë për 10-15 minuta. Pi këtë çaj 2 herë në ditë. 6. Lëngu i rrepës së zezë me mjalt. Si ndihmon, rrepa e zezë ka veti ekspektorante dhe ndihmon në lirimin e rrugëve të frymëmarrjes. Përdorimi: prit një rrep të zezë në mes, hiq një pjesë të brendshme dhe mbushe me mjalt. Lëre për disa orë derisa të krijohet një lëng natyral. Merr një lugë nga ky lëng 2-3 herë në ditë. 7. Avulli me vajra esenciale. Si ndihmon, avulli ndihmon në zbutjen e fytit dhe lehtësimin e rrugëve të frymëmarrjes. Vaji esencial i eukaliptit dhe vaji i mentes janë veçanërisht të dobishëm. Përdorimi: shto disa pika vaj eukalipti ose menteje në një enë me ujë të valuar. Mbulo kokën me një peshqir dhe thith avullin për 5-10 minuta. 8. Çaji i gjethet të manaferës, Morus nigra. Si ndihmon, gjethet e manaferës kanë veti antibakteriale dhe ndihmojnë në qetësimin e kollës. Përdorimi: zije disa gjethe të thara të manaferës në ujë dhe pije si çaj 2 herë në ditë. 9. Lëngu i qepës me mjalt. Si ndihmon, qepa ka veti të forta antibakteriale dhe antiinflamatore që ndihmojnë në reduktimin e kollës. Përdorimi: gri një qep dhe përzije me mjalt. Lëre për disa orë dhe pastaj merr një lugë nga lëngu i krijuar çdo disa orë. 10. Çaji i rigonit. Si ndihmon, rigoni ka veti antiseptike dhe është i shkëlqyer për sistemin e frymëmarrjes. Përdorimi: zije një lugë rigon të thatë në një filxhan ujë për 10 minuta dhe pi këtë çaj 2-3 herë në ditë. 11. Çaji i hithrës. Si ndihmon, hithra ndihmon në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe ka veti antiinflamatore. Përdorimi: përgatit çajin duke zier një lugë hitër të thatë në ujë për 10 minuta. Pije 2 herë në ditë. 12. Uthulla e mollës me mjalt. Si ndihmon, uthulla e mollës ka veti antibakteriale dhe ndihmon në uljen e inflamacionit. Përdorimi: përzije një lugë uthull molle me një lugë mjalt dhe një gotë ujë të vakët. Pi këtë përzierje 1 herë në ditë. 13. Gargar me ujë të kripur. Si ndihmon, uji me krip ndihmon në pastrimin e bakterieve dhe reduktimin e irritimit në fyt. Përdorimi: përzije gjysmë lugë çaji krip në një gotë me ujë të vakët dhe bëj gargar 2-3 herë në ditë. 14. Çaji i trumzës. Si ndihmon, trumza ka veti antibakteriale dhe është shumë e dobishme për qetësimin e kollës. Përdorimi: përgatit një çaj duke zier një lugë trumz në ujë për 10 minuta. Pije 2 herë në ditë. Përfundim. Trajtimi i kollës së thatë me metoda natyrale është një zgjedhje e shkëlqyer për ata që duan të shmangin medikamentet farmaceutike.
Kombinimi i disa prej këtyre metodave mund të ndihmojë në lehtësimin më të shpejtë të simptomave. Nëse kolla vazhdon për më shumë se 3 javë, është e rëndësishme të konsultohesh me një mjek për të përjashtuar ndonjë shkak serioz. Përgjegjësia. Të gjitha informacionet e ofruara në këtë kanal YouTube në lidhje me shëndetin dhe mjetet shtëpiake janë vetëm për qëllime të përgjithshme informative dhe nuk duhet të konsiderohen si këshilla profesionale mjekësore. Këshillohet që shikuesit të konsultohen me një profesionist të kualifikuar shëndetësor para se të provojnë ndonjë ilaç ose trajtim të përmendur në këtë kanal. Pronari i kanalit dhe krijuesit nuk do të mbajnë përgjegjësi për ndonjë pasojë që rezulton nga përdorimi ose keqpërdorimi i informacionit të paraqitur. Këshillohet diskrecioni i shikuesve.